Faktorizim do të thotë ta ndajmë një numër në faktor. Për të gjetur faktorët e një numri, duhet që ta shkruajmë këtë numër si prodhim dy numrash të tjerë. Për shembull, për numrin 12 mund të shkruhet si 3 shumëzim 4. Mund të shkruhet edhe si 2 shumëzim 6. Dhe mos harroni edhe prodhimin e njishit me vetë numrin. Dhe meqense nuk kam asnjë mënyrë tjetër që 12 të shkruhet ndryshe, do të thotë se njëshi, dyshi, treshi, 4, 6 dhe 12 janë faktorët e numrit 12. Tani që e dim se çfarë është faktorizimi, çfarë do të thotë faktorizimi thjesht? Shohim në fillim ç'do të thotë fjala i thjesht. Do të shikojmë disa numra dhe do të themi nëse ata janë të thjesht ose jo. Le të fillojmë me numrin 2. Mendoni për të gjitha ata numra që kur shumëzohen japin numrin 2. Është vetëm një mënyrë e tillë, 1 shumëzim 2. Këta numra që kanë vetëm 2 faktor, njishin dhe veten quhen numra të thjeshtë. Për numrin 3, sërish, e vetmja mënyrë që mund ta shkruajmë është vetëm 1 shumëzim 3. Pra edhe 3-shi është numër i thjeshtë. Po për numrin 4. 4 mund të shkruhet si 1 shumëzim 4, por mund të shkruhet edhe si 2 shumëzim 2. Pra 4 nuk është numër i thjeshtë. Numri 5 shkruhet vetëm si 1 shumëzim 5, pra numër i thjeshtë. 6 nuk është i thjeshtë, 7 është numër i thjeshtë dhe kështu lista vazhdon. Tani që mësuan çfarë janë faktorët dhe çfarë janë faktorët e thjeshtë, mund të themi se faktorizimi thjesht i një numri është shkrimi i numrit në prodhim numrash të thjeshtë. Le të marrim një shembull dhe të shikojmë faktorizimin e thjeshtë të numrit 36. Për të ruajtur faktorët, do të përdorim pemën e faktorëve, ku në maj vendoset numri dhe në bazë numrat që e formojnë atë. Pra në maj të pemës do të vendosim numrin 36. Do ta zbërthejmë numrin 36 derisa të kemi numra të thjeshtë. Pra 36 shkruhet si 2 shumëzim 18, ku 2-shi është numër i thjeshtë, pra nuk mund të thjeshtohet më. E vendosim si 2-shin dhe 18-ën është numri 36. Dim se 18 shkruhet si 2 shumëzim 9. Dhe numrat që formojnë 18-ën i vendosim poshtë saj. Për 9-ën dim se mund të faktorizohet si 3 shumëzim 3 dhe 3-shi është numër i thjeshtë. Vendosim dhe faktorët e 9-ës në pemë dhe ajo që shikojmë është se kemi arritur në numra të thjeshtë. Dhe nëse zbresim të gjithë numrat që gjenden në bazën e pemës, ata janë pikërisht faktorët e thjeshtë që kur shumëzohen japin 36. Pra faktorizimi i thjeshtë i 36-ës është 2 shumëzim 2 shumëzim 3 shumëzim 3.